Do desha të të ndjenjë si qerdhet e kumë, e egër dhe e butë, e shtruar dhe e trazuar, e qartë dhe e mjegullt, Riviera ime. Janë ndjesitë e Alketit Islamit, syrit nga qielli të bukurive natyrore të Shqipërisë. Njerëz të kulturës, artit, politikës, dashamirës të së bukurës janë mbledhur për të njëjtin personazh, por ai tregohet modest. Ne nuk jemi këtu gjithë bashkë për mua ose unë për ju, ne jemi gjithë bashkë për një vend që e kemi perlë dhe me bukuritë e saj na bën që çdo verë, po jo vetëm, ta frekuentojmë dhe të shkojmë gjithmonë pranë saj. Fluturimet nëpër Shqipëri e kanë bërë të zbulojë edhe bukuritë e fshehura të vendit. Këtë herë, ai ka përzgjedhur 399 foto nga Riviera shqiptare, për t'u thënë të gjithëve që t'i shijojnë. Ky promovim është mbështetur në mënyrë të veçantë nga Agjencia Kombëtare e Turizmit. Kemi një vend mrekullueshëm, duhet të tërë ta prekim atë vend nga toka, nga ajri, nga çdo cep, nga deti, edhe nga deti është po aq i mrekullueshëm. Do doja që unë bashkë me gjithë ju të kontribuojmë në këto mrekulli që Zoti na ka falur, që natyra na ka dhuruar dhe që Shqipëria jonë vazhdoj të jetë po kaq e bukur se Alketi na i dhuron me këto libra të mrekullueshëm. Rivierën e fotoreporterit Alket Islami e shfletoi edhe zonja e parë e vendit, duke e përgëzuar për bukuritë që kushdo mund t'i mbajë në duar. Nga të gjitha albumet e Alketit, unë marrë të njëjtin mesazh. Kjo është Shqipëria ime, shikojni sa e bukur është, ta duam shumë dhe të gjithë së bashku të punojmë për të. Tashmë libri ka dalë në shitje. Një pjesë të ardhurave, Alketi ka vendosur t'u jap fëmijëve që jetojnë me HIV/AIDS, në mënyrë që bukuritë e Shqipërisë të marrin akoma më shumë vlerë.